pra, ja ku jemi tani në sfidën e sushit. Duke marrë parasysh që Ariola Demiri i pas ka shumë qejf sushit, ne menduam të bëjmë sushi challenge këtu në Why Not. Sa mirë. Nuk e di se si je, po në fund, kush fiton, ka një dhuratë, kush humbet ka një dënim. Okej. Atëre, ju lutem miqtë të dashur, të ftojmë në studio krye kamarierin që sapo ka zbritur direkte nga restorante super luksit të Parisit. Kemi zotin Wadzë Xhaxha. Oh, që kënaqësi. Çfarë shërbimi luksoz. Aty tu bëfsha kurban. Oh, mon cœur, le petit fleur. Oh, c'est pas vrai. Do i ham të mprer apo në tavolinë? Të lutem. Se janë shumë larg atje dhe u zgjata. Ha moj Roza, do të bëj të vdekur, bashkë me susha, do të ha dhe ty. Do më bësh të vdekur? Ja dhe pjata ime, po këtu gjitho shkopim për gjithë lagjan. Mirë, s'ka problem, se 2 në një dorë e 2 në dorën tjetër. Edhe salca të zoti krye kamarier që ka ardhur posaçërisht nga sallat aristokrate gjak blu të Parisit. Nice! Ti ngjajmë pak s'fondit. Po, fix! Wadzë Xhaxha, faleminderit shumë, e u bofsh me i çun të mirë, inshallah. Atëre, na jepni... Shifeni qik Ariolën, ju lutem, është përgatitur seriozisht, ju lutem shifni Ariolën. Zemër du ta marrë shumë seriozisht, jam mësuar që të ha bukë në mes të malit, kështu në prerë, bukë, djathë, domate ose çat jetë. Jemi gati për sfidën e sushit! Let's go! Okej. Vërtet 2 minuta. Mersim, Roza. Marsim. Ku të bërë nga shtëpia, mirë? Mirë, shumë mirë, te. Mami, mirë. Mami, mirë mu hajta, ma. Pa fjeta. Roza më së lëfë thot. Digja, po që në me i ke këmbën? 24. Ma Roza është më bëre me këto. Kisha ngrem vetëm një byrek sot. Ka më pak, Roza. Është në lohën. Kaloj minuti pa! Ta njërën po ndrem si hipopotam. është ka që vogël në trup, po kjo kafsha dhe. Okej. Sa gjithë e ke gusën e madhe? 13 e gjys. 12 e gjys shtullin, 8 e gjys bol. Roza, kur të bësh nëj bebe ti? Gjeri pra hëngër. Me një tjetër pyetje pikante. Për të gjej babajnë e fëmive? Nuk do të kërkosh shumë, sa nuk e gjej. Roza, mos u lodh. Kam një stomak elefanti. Dim, Claudia, dim. Ka edhe këto gjërat e tjera. Dim. E të mërshme. Të bëj një pyetje. 2. Mirë pas tjetër, së rofe. Mama,
kush mendon se ka më shumë dele Australia apo Norvegjia? Australia? Pse? Është më e madhe. Më shafus po mendoj që mund të jetë më e madhe. Ku mendon se bie borë më shumë, në Suedi apo Norvegji? Mendoj se bie në... Mendoj se bie në Norvegji. Po. Po, kështu në përgjithësi? Pritët të ndihmojnë pa. Kishë ndaj pyetje tjetër? Po, e kam edhe një pyetje. Më thëmë që në gjithishme. Që mendimi ke për integrimin e koalave në Afrikë? Integrimin e këtë? Koalave? Pra në koalat me. Janë të kafshë që vetëm flemë gjumë pëmë. Dhe ku ti integrojnë këto? Në Afrikë, ato i në Australim. Qa mua beti sushi më bënë edhe po. Po mendim të mirë kam, qëra mendime, shumë mirë të bëjnë, ti shtojnë. Se nuk pa hasë gjë. Ka me që edhe unë kërë vra më ushqime, qive. Se përparuar. Do të ndihmoj. O, jemi të fundi! O, Me sa duket, në këtë lojë, fiton. Në këtë lojë nuk kam konkurrent. Fiton Ariola Demiri. Urime Ariola. Gëzuar. Gëzuar zemër. Unë mundova të bëj qik hile, i futa ca mënjan këtej. Gjithë këto dhjam nuk e kam vënë pa dashë. Ariola është e fundit ajo për ty, dhe për të fundit, unë kam pyetjen e fundit. E doa të mërë për gjyqet. Nuk e qënë se fitove. Pa. Do të bëj një pyetje. Pa. Ti do më bëj e dhurat, që e pyetje. Pa. Shule. Pa. Kur të bëj pyetjen, do përgjigjesh direkt se ndyshe ku mbet. Oke. Qa më bas? Atë dhuratën që përktove? Mbet, pa, fiton, pa. Atëherë? Pa. Ta ha, apo më bas? Vazhdo. Oke. 10.000 lek po ke fish klyf. Më vjen për të qeshë rritë dhe pak se pishlej. E kam akoma, nuk e kam qua për. Për 10.000 lek, Roza. E kemi vënd me subtitle atë what the f*** sa po tha, po s'ka problem. Ariola Demiri ke fituar lojën një duar trogitje. Okej. Sa mbarojmë këto sushit e fundit, u mendoj, me që hëngra, me ma të popitje, ta zbërthemi qik. Zbërtheu. U mendoj që me që hëngrëm këto sushit, po sigur ta tresim tani të gjithën këtë gjën që hëngrëm. Po. Ta tresim. Duke? Me sfidën ton finale, lip synchronization. Të sfidoj edhe aty. Oh, e të mërshme, jam gati. Atere, Watu Gjaja nga për gati studio, sepse jemi tani për lojën ton, lip synchronization. Dhe da tresim.